Kjo pjesë në mes këmbëzës duhet të Arma me cilën Arben Berisha vrau Triumfrizën u analizua sot në gjykimin e Enver Sekiraqës nga eksperti i Agjencisë Forenzikës së Kosovës, Feyzah Lutfiu. Prokuroria pretendon se arma e tipit Glock ishte modifikuar dhe për këtë arsye për dhënë shpjegime ishte ftuar eksperti Feyzah Lutfiu. A mund të na njoftoni neve se përket teknikat specifikat e kësaj arme Glock 19? Eksperti ju vërtetoi pretendimin e prokurorisë. Kjo pistolet ka një selektor të gjujtjes. Çka më kupton kjo? Ky selektor e bën të mundshëm apo jep hapësi armës të gjuaj në mënyrë automatike. Gjysmë automatike apo plotësisht automatike? Plotësisht automatike. Fully armë. Atëherë, nëse mbajnë këmbëzën tërhequr, nëse selektori... One thing. If the selector... What is the selector show us? Ku është Selektori është kjo pjesë. This is the selector. Okay. Tash është në automatik. This is fully automatic, right? Nëse selektorin e qesim në automatik, tani arma me tërheqjet këmbëzës. Now the weapon, if we pull the trigger Dhe mbajmë tërhequr, and we keep the trigger pulled, kapka gjuan i nxjerr gjojat, Eksperti po ashtu përgjigj në pyetjen e gjyqtarit nëse ai modifikimi i armës ishte normal dhe në mënyrë të rregullt apo ishte i shtuar më vonë. Pistoleta e modelit 19 the pistol model 19 është dizajnuar vetëm në gjujtje gjysmëautomatike. Kjo pjesë është e prodhuar nga agjenci, cilat e modifikojnë armën për çështje speciale për agjencitë mbrojtjes të ligjit. Kjo armë nuk është pjesë integrale e kësaj. Eksperti u përgjigj edhe pyetjes avokatit të Sekiraqës, Bostian Penko, nëse kishte parë më parë armë të tillë të modifikuar. Policia e Kosovës i ka këtë tip blok. With a modification? me modifikim? Ja, pa. Without modification. Without that part. Pa selektor. Without the selector. Më sa më mend se rasti është 2007-ën, ky ka qenë rasti i parë që e kam pas me këtë modifikim. Edhe deri Tash nuk kam pa në blok. Seanca e radhës do të vazhdojë nesër.